Na u vërtetua nëpërmjet këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit se në Islam krejt problemet e njeriut, thuaj të njerëzimit, mund të zgjidhen në një muaj të vetëm. Na u vërtetua botërisht dhe këtë e pam sot edhe fal medjave dhe rrjeteve sociale, se si anë e manë botës njerëzit u gëzuan me këtë Ramazan, njerëzit u paqëtuan me këtë Ramazan, njerëzit u solidarizuan me njëri tjetrin me këtë Ramazan, njerëzit lanë pas krahëve mërit dhe hasmërit në këtë Ramazan, njerëzit për hatër të këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit hapën dyert e zemrave për njëri tjetrin, duke i dëshmuar njëri tjetrit dëshirën e mirë, për të bërë mirë, për të përhap të mirën, për të nxit të mirën, për të distancuar nga shkatërimi dhe e keqja, për të distancuar nga munkeratet, mekruhatet, haramet, krejt ndalesat për të cilat Zoti i Gjithësisë nuk ka razi me asnjënin prej nesh. Të mos devijojmë nga Kurani i on që është libri që ka zbrit në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit. Edhe nata e Kadrit që është më e mirë se sa 1000 muaj, na jep sinjalin e madh nga Zoti i Gjithësisë se kjo natë është pisnikëru dhe është vendosur në këtë pozitë të lartë për shkak se në të ka filluar të zbresë ky Kur'an famulart. Me ja kthy shpinën fjalës së Allahut, ku ka sistem vlerash më të madh se sa në fjalën e Zotit, ku ka standarde më të larta dhe më të denja për të jetuar njeriu me krenari se sa në fjalën e Allahut Azza wa Jall. Prandaj të kthehemi nga standardet e Kur'anit. E mos alajm Kur'anin famullar thjesht në një hatme të përvitshme që e bajmë në shtëpitë tona, në xhamitë tona, a me xhamat, a vetëm për vetëm, por ta bajmë Kur'anin famullar libër që jetohet, libër që dëshmohet, libër i cili për hir të vërtetës po përhapet sot në mar botën. Numri i konvertuarve në perëndim në veçantë gjatë muajit të Ramazanit është i panumërt. Gjithandaj në përbot pam se si në krye qendrat e botës njerëzit shtrun iftare, njerëzit folen për Ramazanin, emisione të panumërta televizive për muajin e mallnueshëm të Ramazanit, me përjashtim të medjave tona që kanë disa programe tjera. Kishin emisione për rakin, edhe për prodhimin e konjakut, e kishin emisione për adulterin dhe imoralitetin, por nuk kishin emisione apo kohë për muajin e mallnueshëm të Ramazanit. Kjo shqipni muslimane, ku propagandat e mëndafshta çuditërisht duan ta zhveshin shqiptarin nga islami i tij, dhe t'i shkon në perëndim dhe i sheh shqiptarët nga të gjitha trojet e tyne që ndërtojnë xhami pafund, që ndërtojnë xhami të reja, të cilat ja kalojnë xhamive më të bukura të botës. I lutem Allahu subhanahu wa taala me e begatur Shkodrën tonë dhe me e rujt atë nga çdo ligësi dhe nga çdo përpjekje për ta zhbashur Shkodrën, nga çdo përpjekje për ta zhvesh Shkodrën nga shpirti i traditës, edhe nga shpirti shekullor i besimit, i harmonisë, i dashamirësisë, i vllaznisë që qytetarët e këtij vendi kanë me njëri tjetrin. I lutem Allahut Azza wa Jall me e bë të sotmen më të mirë se sa ajo që kaloi, dhe aq që vjen më të mirë se të sotmen,